Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me podcastin e radhës Arena e Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dukagjini. Përshëndetje. Romak, pa fillu episodin e radhës, ti falenderojmë një herë sponsorët tanë të cilët janë Patos, Golden Eagle dhe KGM Sanjon Kosova, brendi mirënjohuri i automjeteve nga Korea e Jugut, ndërsa sot me neve është një ish futbollist i njohur, tani më disa vite trajner, Robert Gjeraj. Robert, mirë se vjen te Arena e Yjeve. Mirë se vjen Gjeta, faleminderit për ftesën. Mirë se vjen Robert. Faleminderit na ke nderuar me ardhjen tënde. Atëherë pa humbur kohë, filloj me fol për futbollin, ato që doj më shumë ti, të tret besoj. Dihet normalisht. Kur ka fillu Roberti me futbollin, edhe pse je një legjendë e lirisë, e ke nis karrierën te shkolla e futbollit Shkëndia, që është nga Prizreni. Para luftës demek 94-ën, 10 vjet e kom pas, u kon një shkollë e futbollit, e vetmja shkollë e futbollit u kon atëherë, në fakt dy shkolla u kon edhe një Prizreni u thirr. Okay. I na regjistruar dhe shkoshim krejt rinia, krejt fëmijë aty me ushtru, edhe ushtroshim çmë thon tinë ushtroshim, se u kon koha shumë e keqe, koha okupimit atëherë, kena ushtruar në stadion me Llaç, shkolla e futbollit Shkëndia, u kon trener Bedri Xheko kur sa harroj. Edhe na merr kena ushtrojke, edhe non stop na ka thonë që bënoni gati se një ditë keni me dalë. Na ushtroshim me një stadion me Llaç, ku ata stadioni Dims, njëri rrek na kallëzoi që nëse vin policia duhet me ik, edhe dhe keni me pas një shpresë që keni me ushtruar në stadionin tjetër. Tash ku stadioni i Liris, na ishim për bir stadionin edhe e kishim ëndër, vetëm me dal një herë me ushtru aty. Mas luftës veç ajo u bë realitet. Dolëm në atë pjesën e ne ushtrum, ju kon kona shumë vështira. Kur kena ushtru, para më kena luajtur dy golla, një ekip ka luajtur me majica, një ekip pa majica Collak. Se s'kena pas Jeleka ose majica tjera në ngjyrë tjetër me lut dy ekipe. Për mu dallu njëri regional, trajneri regional që nëse helbete me ardh policia ose me thon diçka se neve na bërtiçin ose na përzajshin se fëmijë, po i çiçim te lasha atinve. Ne stop kena ushtru, çmë thon vullneti i madh, kopashket në çon tinës të shku të stërvit, po ju konkona shumë të mira. Ato na kanë mojt nashta me motiv që me vazhdu edhe me ecë përpara. Robert, ti në ekip parë ke debutu te Liria, por sezonin e parë plot e ke luajtur një klub tjetër Prizrenas Getaori, i cili më nuk ekziston. Na kallëzo pak për këtë kohën kur ke fillu debutimin me ekipin e parë. Sa vjeçar ke qenë edhe çush ka ardhuri te debutimi me ekipin e parë? Unë te ekipi parë në Liri, çush tashte mas u kry lufta tani në 99-ën, 2000, kur filloi kampionati joni rregull dhe fillun lojnat, unë dolem në stadiume të mira. Po, stadiume dolem bare, çesha bajn, besëm dështore kur hesha, u kon një farmasti që i bëshin lojtarët, masazh komen vetëm atë erën kur e nisha unë mesha motiv. Me lujse thosha ju mbo lojtarët, do të më dhon maksimumin, edhe na mor Skënder Shengylli na mor trajnerin e ekipin e parë si 16 vjet. Allah unas nuk më sham me po ëndër që kom me lut. Me Kforin gjerman, në loja parë u kon me Kforin gjerman. Tash i rutja e ekipën e parë pak, që u shliru qytete e bën në një lojë kështu miqësore me lut, o ton natës pa ta flet në gjumë, tash ku me lutun e nesër me ekipin e parë, edhe priqja sa lojë mas ne komet në ekipin e parë. Po Liria në çat sezon nuk poti rezultat, ra prej ligës, edhe Getaori sa ish formu. Në vitin 2001-2002 ata i kalun dy liga, edhe hypën Super League, edhe na morën tash të lojtarëve që jena pak më të ri edhe që jena dëshmu që lutem në Super League, Në Super League na morën në Getaori. Jo kon të organizuar ata klub. Shumë të organizuar. Unë në atë kohë ekip më të organizuar nuk kom po. Është hera e parë në jetë tam 2002-ën që neve Getaori atëherë ju kon edhe pjesë federatës ata në imbesimin, verbesimin ju kon donator shumë të mëdhej futbollit kosovar ata. 3 vllazën ju kon edhe Omeri, edhe na kanë thënë në Antalya janë përgatitje. Në 2002 në Antalya. 2002 në Antalya janë përgatitje kena shku që po të kallëzoj unë u vesha këtu ro bor në Kosovë nëse desha është Antalya çysh është atje. Planinka ata i keni po ato. Në thekë të më zveshni shumë trash deri në aeroport sa atje u nxet. Jo, po thosha se mardhjem atje. Jo, kanë trash. Kush bon në Antalya unë me planinka me jokrat ato u lëm plazh. Ku horë bënëm. Edhe na kanë thënë përgatitje në Antalya ku nuk harroj, u kon një klub shumë i organizuar, shumë i mirë me
e ka pas kuzhinën e vet. Drekat nuk i kena hongër në restoran, e kanë pas atë firmën e vet që kanë pas getari, firmë ndërtimi kështu, edhe e kanë bërë kuzhinën e vet për neve. Për futboll. Non stop me banane, me baklava, me çdo sen që i vjen në lojtarit, pe pajiseve e 2 herë në vjet na kanë blerë dhe kopashka që në atë kohë neve u desh mi ble vet. Po. Edhe një rrugë kanë kushtuar. Pasha zotin edhe konë shumë shtrajt në atë kohë Kopa Mondial, ato ju konë në kanë ble ata, në kanë dhonë, ju konë një ndër klubet më të organizume që ju konë atër, po fillum Super League, lojë të mirë, metëm League, lojën e funit me vllaznimin, u konë një lojë shumë përmbjetis, lojë e funit u konë. Nëse na kishim hub, bishim për ligës. Me hub vllaznimi, bike për ligës, po veç barazimi na konvenojke neve. Edhe na në minutën e 8 dham gol, marroi loja 1-0, kur njët, deq atër kur njët, masane unë kom pa publike dhe ma shumë, po unë i rijëm kon 19 vjet, 18, s'pedi sakt, mës t'gaboj, me po unë e qesh publik kom më dridhëshin, prej Gjakovës kishin orë plot, prej qytetit plot, helikopterat jënë kon të këforit e rujshin lojën, thësha shkau, po adin mësë të dosh me kërësit lufta apet edhe njerë, edhe fitu, edhe mas një trikat e ditëve që kërtan po shuhet klubi, mërën vendim ta vllaznë që me fuzionu klubi se stres e shumë i madh, në familje, shpenzimet e mdhaja në atë kohë, s'kanë pas kësi ligje që shikina në asat, s'kanë pas këtë me pare të vetat i kanë bo, edhe duhet me janë ditë shumë për njerë, pasha zotin se e kanë mojtë futbolin në gjallë, jo vetëm ata, po çdo donator që ka thonë që atër kohë, duhet me janë ditë për njerë neve që na kanë mundësu se nështë s'kishin vazhdu me lujt. Edhe atër ndodhe fuzionimi po në futbolin kosovar është getari vllaznimi. Është edhe i rëzut për i ligë edhe i mojnë ligë. Ligës edhe vllaznimi tani u fuzionu edhe se di që shka ndodh atër, që shukon, po desh me ne 6 muj me emën getari vllaznimi, që të na thëshin dishka, edhe tani ka vazhdu. Vllaznimi getari u shu, neve na tregun edhe na metëm në rrugë. Adin tash s'kishim ku me lujt mo, plus na jena kon shumë të rija atër, edhe një farë e kanë pas një farë e rivaliteti, liria me getarin. Edhe na thëshin neve që shkum për liris në getari, ju s'muni mu këty mon liri. Adin edhe na thëshin, shka i bënëm vete, se s'dishim. Se keni mendu që shuhet ka shvejt klubi? Na në qatë kohë pak e kalzum vetën, lujtë mirë gjatë kampionatit edhe Celina na propozoj te Rafet Prekazin 3-7-9, tha qështu 2 lojtarë 3 në fakt. Shkohet e të thënon që, po aty nuk ka shenajt edhe shumë në Mitrovic, që shkujton në qatë kohë? Te 89 që unë e menoj që u konë nashta hopi i parë që unë e kom po qysh është me lujt jashtë qytetin tënë edhe jashtë venit atë. Edhe të ka pjek ma shumë sigurisht. Edhe më ka pjek fillë edhe kom shku shumë i ri edhe kom marrë provoj shumë toja, se në qatë kohë ku shkova unë jënë konë, nëse i moni men një farë, jënë konë një 2 bulgar aty Stojevi edhe Vasko Ivanov, jënë konë lojtarë shumë të mirë edhe më karo me ata mund si merë, unë e kur s'kisha dollë për shpis, direkt me bulgarë që merë me net aty, mësësha shumë sene, për timve më kaldeshin ata lojtarë shumë me provoj, tani dullim stërvitja edhe kur nuk arroj, dullim aty, filloj stërvitjen edhe trajneri po fol, po thot për transfera, nuk na tha neve direkt, po folka për transfera, nëse nuk keni 2 herë më të mirë se vendor, ju s'keni shka me lyp këtu, se ju për që shtu luin lojtarët vendor. Edhe i ka pas ata Mitrovica se fortë. Çato doshta me thonë ne shkova me Brandon Kem na 3 thash Brandos. Kur u kthym banesë tash na s'pas kam shka me lyp këtu pse po thash ta ku kanë lojtar super këtë mirë thash ne jena më të mirë se këta. Një herë Lemo 2. Po Lyke Sejdon Bashi, Shpëtim Idrizi, Emin Baliçi, Elvis Osmani. Kon gjenerate art natë kohë. Vasko Ivanov këta Krasimir Stojev këtë super lojtar aty, su merke gjumit ton natën, tasha na që ishin Bajgor, do stravitje mi bo na leshim Bostan atë nal, dashim kur ta kryni stravitjen keni me hongër Bostan. Atë nal i jepshim zarë tash Arbandos pa i kryq stravitjen ashtu s'mund na me lut. Po er momenti tani na dhan mundsinë, lutëm Brando luti pak më shpejt, unë pak më vonë, fillova me lut zonën vend, po nuk zgjati shumë veç 6 muaj. Për shkak se Celina neve na pat propozu këto. Edhe në ndërkohë Celina u angazhu te Besa, tani na mor neve foli me këta 379 çështo edhe jo që na ishim edhe lojtar kyç për shembull 379 sa ata Shpëtim Idrizi ata ja upshin topin kujdo na u bëshim lojtarë në fakt na jena mësu për atë. Si La Masia. Çfarë po si me shku në Barcelonë me lut Çigrinski ka luajt Barcelonë është lehtë. Edhe te Besa shkum te Besa. Me rekomandimin e Celinës, shkoni te Besa, hopi i madh në karrierë. Te Besa jeni pjesë e sukseseve më të mëdha ku i fitojnë 3 tituj radhazi. Më thonë edhe rekord në Kosovë, deri tash kur i bun edhe Ballkani. Qysh e kujton kohën edhe na fol pak për atë gjenerat Besës, për atë ekip se edhe ajo llogarit si Barcelona e që kështë të thonë që thash për 389 Besa u kon ajo gjenerat 2003-2006 u kon
Më me thonë tash nëse i shkon që e gjenerati kish kalu pa problem edhe ajo kish shku në grupe. Kish kalu edhe grupet. Përbes kish me lutje me Agjezeken, me Mensur Doraku, Lilian Albanin, Valmer Betyqin, e Papuqin atë kohë. U kon Fetim Kasapin, sa harrova se me myta me bon. Fisnik Vashi, plot emra tjerë. Ata do më thonë shev me ata, sheva dini, në shev me lut me ata, ta kanë zërë shpirtin, u dësht me çu dorë me thonë a bën pak dalt pushoj se mytet. Aty do më thonë e kum kuptu taman futbollin çu do të me lut, çu do të më pozicionu, çka do të më bë, kur do të më smugut, më kanë prit jashtëzakonisht mirë. Më kanë ofru si më kanë unë, a din ç'më ka dok më pe mas 2 muajve, që unë jem shku pe 10 vjet. Po, 10 vjet çashtu jem shku. Pritja u kon ambientimi çaçi let. Mosafiri ju që kon këtu Mensur Doraku, u kon një ndërletar që më ka prit mu mas mirë që jem shoqënu tani shumë me ta, bilem shumë sene e kena bë bashkë me ta. Edhe normal Papuqi, këtë që i përmena, pa dallim, pa dallu asnjërin ju kon që neve na kanë shtisën, është shumë me rëndësi me një ekip ku shkon në varet që shpresin. Nëse ata ty kanë me të prit mirë, edhe ti ki mu gjetin nuk ka shans mos me pas rezultat. Tani më kanë ndihmu edhe mu përmesu edhe unë vet, se unë zakonisht më kanë lojtar. Ju e mbrojtësa më të mirë në ligë, ju më bë me ndimin e atinve. Se unë zakonisht më kanë lojtar që më angazhu, edhe kum luftu mirë, po kum pas pak probleme teknik, ata më kanë mësuar edhe ato. Kreti kum mësu çu do të më bë, çka do të bëj. Me ta me çu topin nalt. Ja, me çu topin nalt ata dashin ka dalë se këto luhet për tokë, Këto luhet për vallë për tokë. A besova që keni me pas atë sukses me 3 trofe rradhaze, kupën, superkupën. Në fillim këtë ku shkova. Kur kom shku në fillim, ma bëjke Mensur Doraku që ardhën në qytetin e kampionëve, den se edhe peja në basketbollu kanë shumë e fortë atë, edhe këtu nuk ka me luftu për ekzistencë. Tu kemi luftu për titullin, mu do ke ëndër me të kallzu drejt. Tu lut, tu fitu, u kon rivaliteti shumë i madh. Prishtina u kon e fortë. Trepça 89 u kon e fortë. Flamurtari u kon e fortë me Armand Cungun, Grima, Resuli. U kon ajo koha që i mori Shqipnis po. Ju kon shumë lojtar të mira den edhe plus edhe Keç ato këtu Sodi Sonaj, u kon shumë problem u kon. Po u kon konkurrenca shumë e madhe, nuk i pas një lojë me gabu. U kanë shumë problem, edhe Liria u kanë fort, ka luajtur Arsema Bazi, Oleksej Emra, Fitim Kruça, këtë ekipet janë kanë fort, edhe në sezon spedit cillën për sezonave u kanë futbolli me play-off edhe me play-out. Po. A din 6 janë ndo. 6 parat kanë luajtur për titull, 6 punit për ekzistencë. Edhe në çat format jena bë kampion tani kur bën në vitin e parë, tash më mbrojt vitin e dytë se nuk u kanë rastësisht viti i parë. E morën vitin e dytë. Kur e bënën vitin e tretë, me konfirmu që jena lojtar të mirë, se nuk u kanë rastësisht deri kur u kanë fabrika e birrës, që u kanë aty me kryetar Agim Elshanin. U kanë aty u kanë një s'po di çka më thon. Vetëm në Evropë ki pas cili titull ose cili trofet ka shiu më shumë te Besa e PS. Titulli i parë. I parë u kanë shumë e mirë. Ska si era parë. Ja, ska si era parë, dihet çdo sa për parë tani. Edhe ka thyer okullin për këta të tjerë. U kanë edhe lojtarët u kanë shumë mirë, edhe rivaliteti u kanë më i madh herën e parë tani. E moj men një lojë me Prishtinën, i na kon të fitu 3-0, na thëshin mes me na dhon më golla lojtar. Tash nuk e di sakt kush u kon në atë kohë lojtar i Prishtinës që i ka dhënë, po Mensuri e ka ditë më mirë, se kjo mos na jepni mos se u bënëm hora, po dem se ndodhe, na kanë ndodhur edhe neve, na kanë dhënë ka 6 copa, se ka në moment edhe je shumë ekipe fort, po nuk të shkoni merr 4-5 copa edhe nuk i shka, po u kon çaj gjenerat. Mensuri këtu në këtë studio ka kallëzu që edhe në gjatë kohës të Besa keni shku një herë në Antalya për gatitje. Po mas getarit, tani Celina, se Celina u kon. Po, se edhe ajo pa të përmend, tha Celina ishte mësuar me shku në Turqi, tha na bëj edhe neve, tha edhe për neve era borda çdo herë në seminare. Edhe tash kur na çer për getarit, ajo bë trener në Besë, edhe Besës direkt i ka propozuar që me shku atje. Tani kena shku edhe me Besën një herë. Mu më ka rënë me shku për na fok 3 herë me rën në Antalya në atë kohë, kur unë nuk di çfarë shiko deti atje. Me nesha që kujna të shku se unë llogarit që kena me shku në fushë edhe veç kena me ushtru ku gjë tjetër. Ja po hajmë futbollit edhe me deti, ja. Ja po deti shkoshim më lajshim në atje. Ka 4-5 fusha për një mesh. Po shumë ka pas edhe kena luajtur me ekipe shumë të forta. Me Rubin Kazanin, me Obollonin, me këto të Ukrainës, kena luajtur një ekipe shumë të forta. Na ishim Ani herë s'do i ke kërkush me lu me Juve, kush janë këta kinez? Website-in na lëpshin, këtë vajtë na lëpshin website-in, s'kishim na website klubit, s'do ishim me lut me neve. Po kur ishim luajt tani me lut, ishim që na po dino, se mas ne lëpshin tjetër me lut me neve. Ishim apo luajm, kena pas shumë cilësi, u kanë shumë ekipa shumë e fortë. Agjezeken me pas në ekip, ti veç e ke ditë sigur që një xara veç ka fillu loja tani. Gjithmonë u kone e pabesueshëm, mu krynin ndeshje. Po.
Edhe ajo ku ka pos bombera shumë. Shumë bombera ka pas. Vojvoda, Vojvoda, Malçoçën Pala, Uliksi, Selman Berisha, plot ka pas. Ylber Aliu, kon një lojtar ka luajtur te Keku. E më mend se Sulmusti më mend më shumë pak që ju përball me ta. Po, ju kanë shumë lojtar të mirë. E cili u kon Sulmusti që ta ka bu ma të shtirë karrierën. Jetën mrena fushës. Pasha zotën me të kallzu drejt ka pas shumë sulmus mira, po na foka jeme që nuk kum lut shpesh kundër Axhezekës. Po sa që kum lut kundër Axhezekës tani ku shkova në vllazëm, u kon ndër sulmus që u kon shumë i papërshtatshëm. Shumë nuk kum veç kum thonë inshallah ndihmon Zoti më marr një herë topin, edhe tash profesorit Malçon Xhanbala edhe ai ka luajtur shumë mirë. Po. Me shpinë, që në përball direkt, a din edhe u kon shumë Malçoi smush as topit më apo. A din do shabish tash topin musha me prek. U kon i madh i fuqishëm i Xhon edhe ka ditë me mbrojt topin. E me këta kum pas shumë të lashë. Kështu me lojtar që i kum pas në ekip, shoqër nuk kum ka ra me lut kundër tinve se u kon edhe Uliksi Emra u kon një sulmues shumë i fortë, shumë i mirë, u kanë shumë probleme, po nuk kum lut kundër atij pak. S'na ka ra më përballë. Këta dy janë që më ka ra shumë më përballë, se Malçoi luajën atë kohë në Prishtinë. Po. Ku shkova në vllazëm luajim kundër Besës, Haxhi Alos se kishton plus në ngjysh Haxhin unë. Tani thësha qysh kena më përballë na me këto shak ku më ja gjetën ne këtë. Apet mirë si ja ke ditë do trika do. Ja kum ditë do pa, apet do kon shumë e vështirë me to më përballë. Shumë e vështirë. Do lut kundër Haxhit, se kundash më lut veç inshallah e kryen me një gol. Po e kryen me një dhe inshallah se bëjon e gabimet, do thonë. Çashtu u kon. Robert, do më thonë pej Besës te vllazëdimi ke qëndru gjatë. Po e ke fitu veç një kup, edhe titullin e keni hub në fondën vështërre. Se kujton këtë kohën të vllazëdimi, pas edhe aty e familiarizu, edhe plot kanë menu që një herë i Pejës, tani i Gjakovës, pas e ka diti që di ku Çipër. Unë kam kuptuar herë si ta më prizren li. Po ky pejon një herë kur shkoi në Gjakovë, më Gjakovar kokas. Një herë ma kanë qitë në gazeta ata që në gazeta sport e këto Gjakovare nga Prizreni. Ma shkruajnë deri kur kanë marrë vesh që jam i Prizrenit. Tani kur elshoj fabrika e birrës e la Besën, adin u shpartallu ekipi, këtë lypshin tani solitar të mirë me gjithë dikun angazhman më të mirë. Unë shkova në vllaznim, prap kom shku me propozim në ndres komunit, një lojtar që kena luajtur bashkë në Besë. Se vllaznimi atar e mor Nikie se vllaznimin, Skënder Bajrami që kon investitori më i madh edhe në çat kohë ka dhënë shumë për vllaznimin. Firma atë Nikias, u kon që ka dhënë shumë për vllaznimin edhe ka bë tepër. Edhe e propozoi ai, po ai nuk më njeh ke mua. Se na s'kena dola atë në televizor edhe në çat kohë, vetëm nëpër gazeta shumë pak edhe i na njoh. Edhe tha çto tha çush po vjen atë adin, sa parë i doni kështu thash, unë nuk du parë, thash unë veç nëse e meritoj, se ata kishin marrë shumë parë lojtar të tjerë. Po. Thash unë sa ti meritoj ti jam, nëse nuk e meritoj mos më jap. Adin, çështu e thash. Edhe kry ai ma caktoi në rrog, dolan stërvitja, fillum bam bim. Njëherë nuk më lut hiç. Në fillim nuk më kanë llogarit hiç. Tani tu i dhon tifoz. Kanë lyp adin, me shtin loj, Po se u shndrohen Gjakovar, edhe ma dhan mundsinë me lujt, e kallzova veten lojë miqësore, edhe më shtinën në zona vënë lujta mirë. Tani u kon një drejtori i klubit, Alfred Bajrami u kon ai. Kur e pa që unë po angazhohen edhe nuk kisha marrën e parë sa kishin marrë tjerë, unë e kisha një gol trash. Po. Atëherë edhe çfarë kerë ti ki qef? Unë isha do adin që do breshka Volkswagen, si breshka që thonë. Thash, edhe kalën një kerë, thash që si kom qef. Veç e ka thirë, e ka njoft që ato në kërë, veç e ka thirë telefoni dhe sa shet kjerë në morën vesh, ma ka ble kjerën, si shpëblim që unë po angazhona në fush. Do me thonë, dhurat e more dhurat ma ka morë një kjerë, ma ka një golfin trash, edhe ma ka ble qatë kjerë dhurat prej sezonin e parë, po, sezonin e parë, në 2007-ën, sa kena shku që atër 2008-ën që kena marrë kupën, në 2007-8, që atër ma ka ble kjerën edhe ma ka thonë maja e ki dhurat që jetu angazhu, jetu edhon maksimumin, edhe e ki kalldu veten, atë sonë në fillim tash sa nëse nuk e meritoj më së më jep një kur gjë. Edhe ma shpërblet tani ai. Shkoj kampionati, shkoj mirë, kem të luftu për titull. Loja në vështri, loja vendimtare me fitu lojën. Prej zdia ka pas kush për Gjakovës se nuk u kon në stadium. 1-0 të fitu hupëm 3-1. Tani ti e din Kosovë çdo lojë vendimtare që është ose thonë e ka shit ose thonë e ka ble. Njënën nuk ki shans me merit me bë diçka, edhe nëse e bën me merit kur njët veç çatarë unë kam thonë veç çelo tok, ti marr edhe mos dal më nuk e kom një veten më keq. Se kishim luftu shumë për një titull, se s'kishin marr titull 20 vjet ishin Gjakov, nuk kena marr titull apo den.
edhe e kina pas momentin se investoj shumë Skënder Bajrami. Shumë lojtar po hopëm 3-1, nuk u bë. Po shka është më e rëndësishme, mas 3 ditëve e kina pas kupën. O 3 ditë s'kam flet në gjumë, thoshta çysh kena me lutë na për kupë, kur na kena u titullin, s'kena më mja fituar, po impresioni shumë i madh. E njëjta atmosferë u kon edhe për kupë. Me Trepçën 89 fitum lojë shtesë. Edhe masane një farë ngushëllimi, o zot, thësha, shoqë që fitum kupën, ja pronëm një kupë se ngushëllim pak me një kupë, edhe pse nuk u kon ku më ditë, kupa nuk ka sa që shot titulli, edhe ata e kanë prit shumë titulle. Titullin lufton këtë sezonën. Edhe pse për më marr ku unë besoj që në atë ku e kanë pas rëndësinë e njëjtë se sa ka çu titullin në Evropë. Po jo, s'kan çu kërkon, e kanë pas rëndësinë e njëjtë mirë titull, ata janë kanë shumë përgatitur për titull, se na kena bërë sezon fantastik. Investimi u kon shumë i madh, këtë hyje e mushi, domethënë ekipas edhe Uliksin në atë ku. Uliksi, Ismet Ramushi, po Patrik Doçi, Benis Kasniqi, Fisnik Papuçi, Kret Mensuri. Plot ju kon tena tani. Genc Hoxha u kon trajner që u kon fituesi 2 titujve me Besën. A dini na kon ekip shumë e mirë. Edhe Skënder Bajrami veç thujet e neve veç zoni nuk na ka pagu që kena bërtit në lojë. Çdo sen na ka pagu. Çdo sen, atë do të më përshëndet edhe me falënderues se ka dhënë shumë për vllaznimin në atë kohë. Edhe nuk mund të më jash problem me titull, po shoqë zotit e morëm kupën. Tani mas asaj nuk u bë ai nuk vazhdoj mos Skënder Bajrami se komuna, diçka me komunën, stadiumi, si tash po ndodhin çdo të lashe kanë vazhduar prej asaj kohë që kanë menaxhim të komunave, as su privatizojnë klubet as. Sot deka që shkon me shku situata e la, tani më veç fillum me ra. Klubi ka pas shumë të lashe, një herë merrshim rroga, një herë nuk merrshim, po çdo herë në fillim të sezonit kishke pak tani me mungesa, mëse e kena shtyr non stop, po gati deri në 2016 më mra kur ram prej ligës atë më mra me net. Ram ja me vllaznimin unë gjetëm prap. Edhe në menet është koha më e mirë që kam kalu në futboll, sa është karriera jam prej 22-3 vjetëve deri në 32-3 kom net aty. Po. Atë është koha shumë e gjatë, e kam dhënë maksimumin, më shumë se maksimumin e kam dhënë. Dikur i e graduar edhe me shiritjen e kapitenit. Po, patën bo edhe kapiten edhe i falenderoj shumë. Nuk e di domethënë a mund dikush tjetër me të respektu ma shumë se që shkmen respektu ata. Mirë po edhe une ja kun shpërbly me atë shakomutën ja kun shpërbly në fush. Adin edhe une nuk e harroj, edhe pse do keq kuptime e kanë ndodh kohën e funit, po shpresoj që kanë me më kuptu edhe ata. Dhe më thonë, ti vazhdojnë me mjetë Gjakovari i Prizrenit. Une vazhdojnë me mjetë Prizrenasë Gjakovës. Une kom nonën Gjakovës, une jom nipi Gjakovës. Gjus, po une jom rritë në Prizren. Futbolli më kanë mësuar në Prizren. Unë ABC-n e kam marrë në Prizren. Liria më ka dhënë mundësinë, Liria o klubi Zarmës, është klubi i qytetit tim. Edhe nuk diskutohet. Unë jam shumë i lumtur që unë kam luajtur në 3 ekipe më të mëdha. Trofshi Dukaçinit, Besën, vllaznimin edhe Lirin, sidomos te vllaznimin edhe Liria që i kam do kohë më shumë të mëdha, edhe jam shumë i lumtur që kam kontribu për të dyjat, edhe për vendinjet e babës tam, edhe nënës tame. Se nënën Gjakovës babën këtu, edhe nuk ka kurfar idhnime se futbolli kështu sot je dikun, nëse je dikun tjetër. Robi, gjatë karrierës, domethënë kur e ke pas kulmin e karrierës, a ke pas oferta për me dalë jashtë futbollit, edhe pse e dim një që ke qenë shumë afër vllaznisë Shkodrës. S'ka ndodhi që nuk u bë transferi, edhe pse thuaj se ka pas një marrëveshje. Në atë kohë edhe u kon futbolli pak më i lartë në Në 2008 kur e morëm kupën me vllaznimin, u jam kon me pa, unë nuk e di kush u kon me pa, edhe Elin Albani lujke në vllazninë Shkodrës. Me Kastriotin u kon Regjën. Po me Kastriotin, ma vonë duket ka shku Kastrioti tani, se Iliri ka shku pak më herë. Po. Se Iliri një herë ka luajtur në Elbasan, tani ka shku në vllazninë. Tani vllazninë Shkodrës. Edhe më kanë pa ata të lujt, ju kom pëlqy në qatë kohë Elvin Beqiri më doget, e ka lënë futbollin në lysha mbrojtësi djathtë. Edhe kanë thonë e gjatëm një mbrojtës djathtë edhe pe marrim. Edhe më thanë, mu një vit më herët, jo një vit më herët, po mu në prill më kesh vdek baba. Adin. Dhe me në prill më kesh vdek baba, në qershor u kon finali Jakupës nuk i kish as 2 muaj. Unë alos isha ambientu as me mungesën e babës, edhe nona nuk ish mirë, po thash hajt ta provoj të sha rruga vjetër u kon atë 12-13 orë deri në Shkodër me shku. Tha që marrë, shkova atje, fola Ilirim një majke, Ilirim kesh propozuar edhe te ata. U morëm vesh, thanë që shto edhe mas një 2-3 ditëve, unë i kaldova mamës tem, po e shisha që mama po mërzitet. S'ka se s'kesh 2 muj, sa din që shesh, kur diq baba mu, krejto që ti vazhdo karrierën se na i rina nënës gati, s'ka me talon vetë, kështu, po mas një 2 mujve zvike kërkush as me këqyra është nona gjalla jo.
e vllavi mu sa më ke shku në Gjermani, se e kam një vllav sa ke shku në Gjermani në atë kohë për më martu me letra, me bë letrat, nuk më i ke marrë kur dojke. Edhe u bën tridit e thash, unë po du më kthy, pse? Tha unë nuk kam mundësi me lënë në nonën vet, edhe me vazhdu këtu, unë me di që nonën e kam vet atje. Nuk ka shonta tash, nuk muj. Thash du më kthy, edhe plus një farë më kishmet një peng me vllaznimin, se kur e morëm kupën tash kena me dhon apet e kena me luftu apet për titull, se me lova që vazhdon. Që ky sponsorizim vazhdojnë donatorët kena me më shumë përpara. Edhe u ktheva për nonën tema, dhe në ktheva tash nuk e lë vet. Në qatë kohë vllaznia luke në Europa League, që shukon atër me Napolin. Kur sa arraj, theke, kime lujt me Lavecin, ma bëshin ata. Cavani, Laveci, këta lujshin Napoli. Pa, thesha, ondra kisha adin, po kënin ata shahune me lonë nonën vetë për futbol. Edhe njerë me këty kohën për mrapa, prape marë një vendim. Adin, edhe pse ka met një peng, do me thonë, ka met peng që s'ke lujt. Po prapë me këty për mrapa, unë e marë të njëtin vendim, se s'kisha mujtë se unë edhe kur kom shku në Gjakov, unë kom në Gjakov, po e kom pas në afër, unë kom hip kiret për 30 minuta, kom rrim Prizren. Jem kthy çdo dytën ditë, kom marrë dhe kom pa, kom shku, kom kthy. Unë edhe çashtu, edhe alo e kom break në zemër që prapë e kom lën pak vet, veç se kom shku deri në Gjakov, që e kom lën vet, edhe kur jam kthy kohë për vllaznimin çat kohë, jam kthy pikërisht për nonën se që më smu tani më nona, u bo me kancer në gji, edhe u smu edhe u dësht më kthy minet edhe më afër, se e nisha vetën keq, se unë të lujt, nonën smut nuk bën. E çto ka ndodhur tani do keq kuptime atje, po ju te kalu, besoj që njerëzit që më njohin më shumë për afër edhe më njohin karakterin e din se çu kon situata. Robi, për ata që se din, të ke lu edhe te Ballkani. Po. Për një pjesë edhe ke lu me disa emra bukur të mëdhaj si Fitim Krusha, Fillim Gorazio, Mirsad Idrizi, Agrani Strefi. Na, e ndeshjet i keni lu në atë kohën Ravec, që shë kujtëm këtë kohën me Ballkanin? Kjo koha e Ballkanit kur veç janë nisi mu bogate. Ata hinë në Super League, u konë kryetar Besim Kuqe, u konë kryetar, nëse s'gaboj, po ai u konë kryetar, edhe në mbledh këtë lojtarëve që shto edhe Bujar Thoqi, u konë një portier me neve, u bo ekipa super. Po në qatë koha aty u prish stadiumi. Koha ma e keqe në ashta u konë, momenti mirë u konë i Ballkanit, që u konë Super League, po koha e keqe për infrastrukturë u konë aty. Edhe shkova unë në Ballkan 6 muaj. Adin, po kom shku, edhe në Ballkan kur kom shku, unë jam kom vllaznim. Me vllaznimi, nuk u di ke shkau të ndodh me fatin e vllaznimit. Nuk ish ke kur fare, edhe meta unë e thuj ati si i vetëm. Edhe unë e fola me kryesin, tash qëre, mund të më tirë Ballkani. Unë me qef, nuk po du me shku. Jënë të më ofru do kurte, unë s'isha mësu kur me marr pare, kur njetë. Edhe ai tha qëre, shko, tha se njerë problemi o të na shumë keq, tha nëse ndodh diçka mas 6 muajve kthehesh. Ose mas 1 vjete. Tha dire në qelë ekip, po shko më se up mundësin, mëse ki me marë pare dhe jënë organizu. Edhe vendosa me shku, kur shkova s'ka stadium. Adin pa ta, edhe ata s'kan faj. Se aty në ju këshin thonë më në 1 muaj, 2 muaj në drejtë stadiumi, si qëta është pëthoj. Në 2010. Ja kanë që një foto 3D, po kësë. Po që pas që zotë që ashtu projekte më kalë të shenë që qëtu u konë një farë tregu i Gjelbert, të shenë kjo heket, këtu kom më drejtë stadiumi, bile me shpesh e nguci, ato e kom shok një farë fasdin, dhe ke qëtu Bernabeu kom u bo, që kena me lujtë, unë o të shë pështu ma din, edhe së bo, tani shkojshin me ushtru në Ravec, tu shku në Ravec, të shenë ktheu një në rrugë, sa ma draqë, kena stërvitje. Jësë më në alëshon terenin në mushtisht, kena stërvitje, plus u konë nuk ka pas autostradë, vishim na prej Prizrenit deri në Cuarek i bëshim 50 minuta, 1 orë. Se shumë gushve madhe, maltretim shumë i madhe, nuk kena lojt, masane i fillu me lujt dikur në Prizren, ekipa ke shumë me mirë, mujtëm, mrena s'kena pas humbje heq, i në konë venin e 2-3, lushim super. Edhe, kur e pash që nuk po shkon, nuk mujsha mua, adin u losha, s'mujsha me dhona s'maksimumin, adin. Pa, sigurisht. Edhe, tha kryetare, mas u kryj sezona dhe kur dënë me net, mundet me net, kur dënë mundet mu largu. Adin unë e qova dohen të ashtu në s'pëmoj, adin mledhe, qështu direkt e qova dohen të ashtu s'pëmoj. Pse, qysh tek, po dhe ashtu ja tha qështu, nuk pëmoj se shkon sa ma draqë, shko atje, shko këtje. Momenti ma i keq, të shakon, veç kisha pas që shumë më konë pjesë e Ballkanit tash, kër i kanë pas, veç stadiumin, jo kushtet, për pare përsen, jo se, edhe këtin vejë kisha bo nëse e meritoj, jepmin, nëse se meritoj, mës më jep. Po kisha pas që më konë qatë pjesë, më konë pjesë e historisë, mirë po, jam shumë i lumëtën që më konë pjesë e Ballkanit, dhe tash Ballkani ka bo histori edhe normal ja ka mundsu edhe ekipeve tjera me pas të kushte se kur nuk i kishin pas mos të ishin kanë Ballkani, drita e këto me pas rezultate në Evropë. Kështu që është mirë që u bë, po u ka një periudhë
e monishme, po kanë shumë e mirë se kena kalu mirë me këta lojtarë që i përmend aty, se i kena pas ekipin shumë të mirë. Shumë të mirë. Mas Ballkanit vjen rikthimi në Prizren. Edhe në momentin ma të duhur për minimu liris me rikthim në Super League. Pastaj vjen edhe pensionimi. Fillimisht na fol pak për çet rikthimin te liria, që morë vendimin, kur ka pas klubi mas shumë të nevojë, tani edhe deri te pensionimi. A i kon gati? Ondra me çdo herë kon që unë më kthy te liria edhe me dhon maksimumin për lirinë. Mi ka duhet edhe këtinve që ku të shkoj e jap maksimumin edhe se për çato jam njoftën për luftë në fush. E thash edhe në fillim, jo për ndaj kvalitet për ndaj sa tjetër mirë, po shoqë tash që ka mundësia që kush punon, kush lufton, mundet me ecë përpara, se talenti nuk vlen shumë. Normal. Edhe me Mirsa Çollaku, kryetari i klubit, tha çto do të më kthy në liri. A dhe veç, a ma ebni mu që të mundësi, se unë e mu këthy në liri për njëherë. Plus e thash edhe në fillim që nona nuk e kom pas mirë, s'mu, thash unë e po këthejna direkt. O kry më ka këthy, dhe prej ati momentit tani, edhe aty më kanë respektu direkt, mas një 3-4 lojve, 5 lojve më kanë bo kapiten, se lojtar ma me provoj, kisha eksperiencë, aty pa do lojtar të ri, edhe do lojtar tjerë që i më kanë shumë kvalitet, edhe vazhdu më këthejva, edhe sa ishin kthy ata në Super League. Vazhdu metën pjesë të Super Ligës, prap metën pjesë të Super Ligës, hecë mirë, tu thy që tu qa çdo lojë, tu i dhon maksimumin, na përkran çdo kryesi që ka orë tani, plus shitja vedatit lirisi kanë imu shumë tani, se nuk ka pas probleme financiare. Prej kohës Mirsatit e deri tash nuk ka pas probleme financiare asnjëherë. Po i na kanë një gjenerat pak dhe s'kena pas fat se edhe në pandemi neve na ndodhi një far rasti që si ka ndodhur kërkuj hiç. Si sot lutem në një lojë. Jo, në fakt lutem javën e kaluar, hopëm një lojë rom vendin e tretë. E kishim një lojë tjetër me vllaznin e Pozhranit ku hop virusi i parë. Që dol në Pozhrana, ku dol? Në Viti. Në Viti kishim me lujt me vllaznin që u kanë në stadium, s'po di diçka çështo, edhe na kishim me lujt atë lojë. Me fitu në atë dalim vend dytë. Edhe vazhdojmë se vendi i parë dhe dytë u fut në Super League. Arbria luajti një ditë më herët se na. Fitoj, na kaloi dul në vendin e dytë, na metën vendin e tretë. Tash neve nesër s'po na lën me lut, se u përhap virusi. Tabela mete në vendin e dytë, vendin e parë Malisheva me Arbin, hinë në ligë na metëm. A na të luftu ekipet së parë. Ja keni pas sherrën. Ja kena pas sherrën virusit, se mas tani metëm edhe 2 vjet tjera, se nuk fillëm. Nuk ka pas shans më fill, se shkuan lojtar që i mojshim aty në Shqipënisë, shkuan edhe nuk do të më bëj ekipën për fillimit, me zori që të manena se seleshin me kalu pa vaksina, me vaksina u bë, sfilloi kampionati. 6-7 muaj pauzë, Superliga vazhdoi, tani u do ekipa. Nashta u kon më herë se mu po m'pëlqen kjo me dy grupe, është më mirë mu kon. S'kam që mu bashku liga, po vendimet janë vendime, s'kishka me bë. Ama te liria funi karrierës tam, te me prej moshës 30, 31 deri në 39 kur e kam lënë futbollin, janë momentet më të mira që i kam kalu, edhe që jam më i lumtur që unë e kam mujt me dhon maksimumin për tifozët e qytetit tam. Sot më kanë përkrah se deri në far mënyrë nuk e kom besu që në Prizren kom e pas qas shumë shikueshmëri. Se unë u pata shkput edhe jam koncentru, unë kur punojsha me një klub edhe kur isha unë koncentrohesha veç me çat klub. Nuk më interesoi ke mu klube tjera. U pata koncentru veç te vllaznimi edhe mendojsha që nuk ka diçka tjetër përveç vllaznimit. Kur erdha këtu, kur e pash më kallzeshin shokët, që se ka shikueshmëri, jo thosha se s'ka shikueshmëri te na. Kur e shisha një lojë 5000 vet. 5000. Tu ka diçka tjetër, po do shke këtu, mi dhon zor se s'bën atë. Edhe tani e keni pa edhe vet tani në barazh. Jo në barazh. Hala janë ajo pamje më kujtohet domethënë Robi kreti shkym krym barazh edhe pse si nikon favorit arritër me qitë ferizojnë prej ligës mu inkuadru në Superligë. Jo. Me mendimin e Arpagxhikëve na i hi në ligë, thash edhe më herët. Nuk kum besu, mirë po mos më kon ata, na nuk kishim mund as me mri deri te barazhi. U kon e thotë ti nuk e na kon favorit, mirë po gjithë kena besu na te forca atinve. Po adin ta çon zotin e farfuqie se ka funi karrierës, është shumë vështirë me lut futboll. Unë thash edhe në fillim nëse kisha kthyr diçka për mrapa, këtë vendimet shka i kom marrë në jetë, si gabime, si për mirë i kisha bën jetë, vetëm që e kom vazhdu futbollin deri në 39 vjet, nuk e kisha bë edhe një herë. Funi karrierës për mua kanë shumë i vështirë. Non stop më kanë paragjyku, ky s'po mon, ky lut mirë. Ky plaki non stop,
Ki lut mirë, çfarë plaki po mundet hala. S'ki lut mirë, do të më lan ky plak, pjazën vendin të rive, s'bën, a den non stop çështo e kum shty fundin e karrierës, ju mkon shumë i para unë kum hin loj me 100 milion stresa, kërkush nuk e din. Po sa kon tani vështirë për me marr vendimin për Melon. Vendimin për Melon e kam marrë 1 vjet më herët. A 1 vjet më herët? 1 vjet më herët unë i kum thonë kryesisë klubit që unë do me lëm futbollin në fund sezonit, hinë me sinë në Super League. Vetëm inshallah hina në Super League o zot, thosha se i kompletum edhe po du se nisë nishat u formun. Po. Edhe po du mi marr nisë nishat me punu me lojtar të ri, edhe më u kallzu për eksperiencës tam. Edhe me vazhdu me nxjerr lojtar të ri, çu do të më luftu, çka do të më bëj, edhe më tregu që s'vlen mo talenti. Po veç puna edhe përgatitja psikologjike, se talent mo nuk vlen, po ti s'ke përgatitje në çdo 2 sene. Po, sigurisht. Edhe u kon shumë i vështirë. Çdo lojë që ka leke, plus nuk luajsha kafuni. Çdo lojë që ka leke thosha ka le edhe një lojë. A den s'po moj, ka le edhe një lojë, a din ka le edhe një lojë. Kur kanë murose me lut në barazh. Unë ondra kom pas me lut atje. Ondra me më modh kon me hi, me dhon kontribut edhe me shtil i rin Superliga. Den se kena vujt shumë një 4 vjet na për me hin Superlig nuk mushim. Më rishim deri te cakit për pak dështojshëm. Se që ke liga që me 2 grupe sa ka të mira ka edhe të këqija. Për shkak se o shumë e vogël. 2 barazhe. Lun 2 barazha, me bë veç një gabim, me bë sonë zan, mos janë 27 lojë, nuk janë si në Super League 36. Mundesh me rikuperu, këtu nuk mundesh, këtu është shumë vështirë. Të mund rivali direkt edhe shkove. Gjithmonë për pak kena me të kunara që e mundësi me shokët, kena pas një gjeneratë shumë të mirë aty që kena luftu shumë për klubin. Kena bë shumë, edhe tham ç'kjo momente na mo o po him shtos, po him mohor. Po, sigurisht. Edhe hinem shoqër Zotit, nesër ran prap po. Me rëndësi na e dham ata shka patna prej vetvetes me ndihmën e krejtë. Qëllimin e keni arrit. Qëllimin e keni arrit. Hina në loj, u qava, u theva, jo me dalë se me gjak. O dhe shë jo me gjak, po ndërprejt loja, e unë e pa lujt. Njërë si lejtor, më duket ma shumë kërkush su gjakus, edhe shpesh të kanë krasu me Kjellinin, edhe pse jeti fazin tjerit. O ja, vish me Kjellinin mos. Edhe ai ka domethënë çështu identik, çdo lojë thuaj se na i fashin kokë. Kur je lutetar edhe angazhohesh edhe kur hin lojë që ti s'ki me kursy ku gjapi vetvetes, atëherë nuk dosh me kursy ku gjapi vetvetes. Unë e kum thonë edhe në erave tjera që sa e kum dalë lojë, e kum kthyer është ndihma shpejt aty, e kum pa që është, unë e kum ditë në fushë s'kam më dek. Tash zotër unë në ata kardiak me të kap, ti s'ki çka më bëse mund me na kap edhe çtu të net. Po në fushë e kum ditë që kanë me ardh ata s'kan me mblon me dek, ndodh çka të ndodh. A kum thy hundën, a vetllën, a synin, a veshën, a s'kum lën sa pa thy dhomt. Kreti kum thy në barazh kisha pas ty dhe dhomt edhe nuk e kum ditë. Ku desh me shku me rregullu prej fillimit. Kret me krah, me stvoli, që tash te gjithë secili për vetë thotë unë kështu, po secili ka kuën e vet që jep një kontribut, se te na kesh kuptohet në sen, se po du me cek që të sen se u bo diqysh si ta lojtarët për shembull që kanë luajt unë Pezoj ose një lojtarët më herët që kanë luajt nëpër klube. Ata mendojnë që futbolli ka filluar me ta, edhe marrën me ta. Legjenda. Ti futbolli ka filluar me një periudhë tonë, ka marru periudha jote, ka filluar jam. Ka marru jam e bën dikush me rëndësi u klubet me nat. Nuk fillon futbolli as me mua, as me ty, as me kërkon. Ti për kohën tonë, unë për kohën time, ai për kohën e vet. Edhe kur si Zanetën unë e du më shumë dini ndar, po ka marru. Jo, kur e ka përfundu Pelle dhe Maradona kanë thonë u kry futbolli, se kanë ditë që mund me ardh Messi, Ronaldo. Si vjen Messi edhe Bellingham, Jamal, plot po dalin tash krijuan në stop idhoj të ri. Që kjo mu më ka pengu shumë, a din se kur jep shonë maksimumin, jo ti nuk e din çka kena bëna për mos përmend emrat klubeve. Po thosha çka ke boti, unë e kam luajt 10 vjet. Po thosha unë e kam luajt 10 vjet. Ti 10 vjet, unë 10 vjet. Tash ti kontribut më shumë, unë më pak, po me rëndësi na jena mundu me dhon. Çfarë çka kena di? Sigurisht. Edhe që mos e më ka pengu shumë. Robert, gjatë kësaj karriere të pasur që e preku më thuj se cilën pjesë ka pak, e di që ki shumë me kallëzu se 20 e më shumë vjet me lu. Është po, ka gjatë shumë histori, po gjatë kësaj kohe, je konë edhe pjesë e përfaqësuesës Kosovës, i ke lu mi dhe ndeshje, na fol pak, se kushtet janë konë madh shtira, na fol pak për tubimet, për se tash, e kallëzove që mbes ke lu me një grup lojtarëve të mirë, Mitrovic me një grup të mirë, Prizren me një grup mirë. Po kur e mbledh me Kosovën, janë konë krejt bashkë, domethënë, një ekip i ëndër avashtu. Kur më kanë thirrë me shku të bëm Albert Bonjako, sa u bo Kosova edhe e lutëm një loj me Shqipëni për pavarësi. Edhe unë më konë të ullon bazen. Edhe po më tirë Gens Hoxha, treneri, tha pasaportën, tha se kena me shku në Suedi, tha, një loj misore me lutë me Kalmarin. Edhe aty e kena një rast tash kome tregu.
Edhe ku? Te Kosova, mu dritë këtë trupi, unë tu lam bazen, mu dritë këtë trupi, thasham për Kosovë me lujt po. On drajeme, s'mosha me besu, thasha, o trenera, je sigurt, të ke pasoshën me shku me pru se kena me lujt. Tash, unë e Genc Hoxha për mu është njëri maj drejti që kom pa une edhe trenerin më të mirën që kom pas bashkë me Skënder Shëngyllin, aja që shodhin edhe Erdogan Celinën. Këta janë trenerat që une i kom pas që mu më kanë mësu shumë për jetë edhe për futbol. Nuk muj asnjëri për jetë, po Genc është numër 1. Edhe po thot me pru, unë si kallëzësha që unë pasaportën e kom çu dikun tjetër për me marrë një vizë se po du me dal jashtë atin se s'kisha kurse mo atin, desha me deportu jashtë, po për me pa qysh po shkon. Tha do të me pru pasaportën nesër në ora 12 me çu në federat. O e kom tira ato që ja kisha dhënë pasaportën, ama ke bo vizën dhe ke jo bima pasaportën, pse pret edhe pak, o bima pasaportën se kom me lut për Kosovën nuk bën thesha. Ai thotë që çush më kemi lut për Kosovën, o thesha për Kosovën ku me lut. Për kombëtar. Po, kena lojë misore ku me shku. Na foka zotit ma dha, s'dia as vet, çush me taksi kom rrit deri në Prishtinë, rruga vjetër ka dule anena. Prej Suareke, sen Suareke kom pas pasaportën. Kom shku e kom çu. Tani vizat i kena marr në Shkup. Ku kena shku me marr vizat tu dridh, thesha, o zot, inshallah ma kanë dhënë vizë. Na dha vizë. Tu ajo. Po, këtë me tu do vëlla, na stop tu na. Edhe shkum në Suedi lutem me kanë marrë një lojë misore. Edhe çaty në kanë marrë kena pas si një far prove une edhe mentor Drella. Bëjmë kurs harroj, u kon edhe mentor Duraku, këta janë kon pjesë e kombëtarës, na urojshin fat neve tash ai tek inshallah kallzon edhe keni me met në Kallmar se e triti veç u pa transferu. Po, pa transferu. Se shka u bë çat lojë, nuk na përmendë kur kërkush mo. As nuk nga dha kur gjo, as hiq. U këthym Kosovën e thash, nashta më qel në faka, du me met në Kallmar, din. Po, në Suedi. Në Suedi, me jesë për para, nuk u bo kur mos komona e përgjigje pse. Pse s'na kanë pëlqy, pse s'u bo, edhe u këthym Kosovë. Tani, lutem 2000. Dhe më thonë nuk najtet as një ditë për prova. Ja, s'najtem, veç në lojë kanë pas me na po. Veç në lojë kanë pas me na po, jo kështu klubi. Po Kosova me Kallmarin në lojë, kundër time me na po. Po se çka ka ndodhur nuk e di. Tani lutem lojë për pavarësi, që ajo u kon loja që unë e moj me në mas shumë, edhe që i kom pas një moment shumë të keq. E një ditë më herët unë e erdha në Prishtinë, te Mushica, se Mushicën e kam, edin edhe jo shokin më të mirë që më kam jetë, një ndër shok më të mirë për futbollit. Edhe Cimer. Edhe Cimer e kom pas, edhe shkova me flet aj, edhe nesëmit mu bashku në hotel, hongërëm diçka, na përgatiti diçka me hongër, u helmova une. Ton natën të kthy, bile maj u tuti, këtë mos pëmgjon diçka, mos be ftyra. Se ke qysh do me lut nesër, dhe isha nesër i dekën. Veç më mos me lut, se unë e pa lut nesër nuk e lëm me ditë që des. Aten, po të ke me bë me dështu, po thësha jam të lut për Kosovën. Lojë vendimtare që na hub në pikë nëse nuk është, lojë për pavarësi është, të kënaqur për jo. Veç tash mos gabon me kallxu, apo din. Se lëm të luj. Po, lëm të luj. Shkum nesër. Kon full stadiumi. Kanë zonë më shumë se ky i ndresti. Penalti ku bëune tani. Kursara e Mushica më kishë Mushica në gol të ka. Po i heli më. E bona penalti një pjesë e luajta, po çato 10 paraqitje që i kam unë ëndra kom pas me vesh përfaqësuesen e Kosovës kur më kanë thirrë mas se lash karrierën për veteran me lut. Nuk menesha 2 herë, më doket që më të lut si 18 vjet. Por çato në herë me lojtarët e Kosovës kur nuk mund me dhon maksimumin, edhe pse i kuptoj, prap bona nervoz tham, o jepni prezant se dikush e ka pas ëndër me lut që ditë ku jeni ju, s'po mundet a din, po unë e di që edhe ata na kuptojnë edhe na e kuptojnë, po janë momente kur na shprehem emocionalisht. Nuk është që e menojnë na 100% ashtu, si do që nuk e kanë prek fushën vet. Se kush e ka prek fushën vet, i kuptojnë lojtarët. Është na herë ti don me dhon maksimumin, po nuk hes, nuk mund. Nuk shkon në vllaz, nuk mundesh me zar. Po në parim ata e kanë dhënë, e kanë bërë atë vetën, po lojt me Kosovën janë të veçanta, 10 janë, po janë më të veçanta që i kanë. Kur jemi po te Kosova, se edhe në pyetje këtu. Për këta që po na refuzojnë ose po hezitojnë pak me pranu Kosovën, a ki naj këshill ose naj. Unë e kam thonë edhe më se po thua është ëndër. Normal edhe unë besoj që është dikush e ka ëndër edhe normal që s'na met hatri se u bë pak një varë diskursi i krijuar apo shkojmë për Shqipërinë, po na vjen i natë normal se nëse s'luajmë për Kosovën, secili kemi qef me lu për Shqipërinë. Po unë këta që zgjedhin Shqipërinë, unë nuk jam kundër që zgjedhin Shqipërinë apo din, se na e kena përkrah me vitet tona kombëtarën e Shqipërisë. Mirë, po vazhdojmë me bërkrahase. Po, edhe unë me të kallzu drejt unë jam për bashkim kombëtar. Mirë, po a pet mendoj që do të më pas 2 kombëtare, se mundësia më e madhe për futbollista o me lut, sepse ti s'kishe mujt me pa kur këta 22 të tjerë. Kur s'kishe mujt me pa ti vetat Moriçin të lut nëse ishim kon 2 kombëtare për shembull, se kish dal Armand Dorboja se kishin thirr vedatën, ose kish dal
ai Jasir Hasani të lut se kishin thirrë Zhegrovën, Zhegrova s'kish mujt me lut për Kosovën, ose Anasjeldas, ai s'kish mujt, Zhegrova kish mujt. Këto i kanë dy mundësi, mundna më bë shumë dy të forta. Nuk mundna që thonë më bashku bëhem një e fortë, jo, mundna më kon edhe më dopt nashta. Pse se masane konkurenca më e madhe, ka egoizëm, kena me pas probleme shumë më të mëdha. Po unë mendoj që kur të bëhet ftesa për Kosovën ti nuk duhesh me menu. Ti duhesh me zgjedh Kosovën. Se si me tirë ty kjo luftë në sport. Si me tirë ty në luftë, ti më thon valla s'po vin luftë me luftu për Kosovën, aden kundër okupatorëve që e kena pasur. Ti duhesh marrë me luftu valla. Ti çfarë ke marrë me luftë, nuk do ti Kosova është obligim te ekipet e tyre marrë me luftë për shtetin ton. Si në ushtri kur të ftohet. Si në ushtri ti duhesh me kryt patjetër ke marrë me luftë për Kosovën. Po nuk për Shqipërinë, aden na kanë gjetur edhe në pikë dop pak. Aden po edhe na duhet pak mi trajtuj lojtarët më mirë apo den. Mi bind pak, po tash është edhe një problem tjetër që ti edhe kur pi trajton mirë, kur pi bind mirë tani ata po morrin kry, se edhe unë i nxop pak. Mirën për dobësi ta morrin për dobësi, se unë mendoj halo mendoj që shumica lojtarëve që kanë qitë kurzime kur kanë ardhur. Jo du me lut, kurse arre edhe xhera kam thënë unë mua kam met shumë hatri, në paqaradën që ka thonë te ai trajner zvicran që kena pas, unë nuk vi sa është kë. Atë nuk bën me thonë ashtu, ti dush marr për Kosovën 1 minutë nëse sa i undrun edhe 2 mastina. Jo, po tash çepezom quhet Robert, thotë unë nuk vi sa është foda trener, s'po vi. Quhet detaj pse se ja ka bërë çdo javë, çdo muaj. Na sunindrojmë këtë trenerë. Ti rre 1 minutë me Kosovën kemi lut, ti shkoj për klubin atje, kemi lut plot lojna ku kemi fituar shumë. Ti për Kosovën nuk dush me pa fitim prurse me marr parë prej që valla nëse luajnë ti nëse je lojtar i mirë ty të marrin edhe pa lutë shtetit. Normal që të rritet vlera pak nëse luan te kombëtarja, po ty të rritet vlera edhe nëse e respekton kombëtaren. Edhe nëse rrin bank, edhe nëse qosh me kon pjesë e kombëtarit. Nëse qosh 1 minutë, nëse jep shoku jot gol, ti nëse qosh më gëzu me shokën ton, edhe që ajo të vlerësohet. Me ndreq atmosferën edhe me bë mirë që kena lojtar shumë të mirë. Nuk guxon me na ik neve kjo gjenerat. Tu ushty jo po vi, jo s'po vi. Hajde zgjedh rreç aty në kof nevoja 1 minutë. Normal edhe pa gabime nuk ka kërkosh. Edhe federata nëse ka bë gabime, i përmeson se këta tjerë që e kanë zgjedh me këta s'ka bë gabime, po këta e kanë zgjedh kanë ardhur. Po vinë, zgjedhni edhe ju, bëni një çështje mas mirë ti, edhe luftoni vëlla për shtetin e juaj. O mos tirbe, Jasir Hasani e ka prit 8 vjet Shqipërinë. Ai ka prit 8 vjet. E ka thirr prej të edhe ti, se tash për vend për krejt nuk ka, në gjë normale, nuk mundam në nashta ka 3-4 lojtarë të nivelit e Don Zhegrovës, po s'mund të katet të me thirr me një vend. Duhet me prit pak, nashta ka marrë në lojtar më i dop, po në pozicion tjetër që ty na vujna për një mbrojtës të majt. Duhet me gjet një, tash nuk mundem na mi thonë Don Zhegrovës si luaj se ti je lojtar i mirë, luaj mbrojtës i majt. Po, luaj. Vepse po s'bën, duhet me gjet një çati pozicioni, por çato duhet mi dallush të sanë edhe njerëz që nashta nuk e kuptojnë mirë futbollin, apo din se nashta vjen një më dop, po në pozicion tjetër që je i detyruar me shti, se na kena luajtur me lojtar të improvizum, po kena humb. Po. E çato duhet me zgjedh Kosovën se nuk ka zgjidhje tjetër. Kur jemi te Kosova, Vedat Muriqi domethënë është një legjendë kombëtarës, një bashkëqytetar i Hoti nga Prizreni. A ke luajtur bashkë me Vedatin te Liria? E me Vedatin nuk më lujt bashk, se unë jem kon vllaznim në vllaznim. Mirë, po me Vedatin kam marrëdhënie shumë të mira. Po. Shumë kena lujt. Jo, po, kena lujt ashtu se Vedati është ndoshta lojtari në ndër më i thjeshtë mo që e kom pa deri tash. Ai nuk bën përshtypje as alun Majork, as alun Lazio, as alun për Kosovën. Ai është njëri i thjeshtë. Vedati i thirr në telefon në gjysmë natës kur do kam të përgjigj. Mu Vedati më kanë ndihmuar shumë. Për ata që se din, mu Vedati më ka gjetë në kohët më të vështira të mu Vedati më ka gjetë, Vedat Muriqi. Edhe nuk e harroj kur, edhe Ardian Ismaili nikosisht. Që është edhe që do të më lidh që e ka zgjedhur Shqipërinë, që nuk është keq që e ka zgjedhur Shqipërinë. Ai ka pas një rast tjetër. Këta që kanë zgjedhur Shqipërinë, unë i arsyetoj shumë. Edhe më kanë ndihmuar më shumë. Në kohët më të vështira të mia ata më kanë ndihmuar. Vedati është një shembull më i mirë i një lojtari që çush arrihet me punë me shku përpara. Vedati nuk e kanë konsideruar te Prizreni, dhe ne kanë thënë ti sun ki mu bol lojtar. E ka filluar si mbrojtës. E ka filluar si mbrojtës majt ka luajt. Po. E ka shtim mbrojtës majt bile më thonë. Atë i gati, luaj mbrojtje. Nuk im kon në atë kohë në liri, po më kanë kallëzuar, më kanë thonë që trajneri ka thonë s'po kam në mbrojtës majt kanë me shti se e kisha hek fill. Atë demek as aty nuk ka pas. Tani e ka shtim mbrojtës hajt se i madh i hek topat me kry. Mi po njëri nuk u dorzu. Vedati unë im kon një kohë në vllaznim,
Vedati u kon te u Durrësit, kena shkuar përgatitje në Durrës, e kum po Vedatin të usill rreth stadiumit, i thash pse si atje, ta s'po llogarit. Edhe në Teut e kanë se kanë llogarit. E kanë qenë në Ligë 2 në Ligë 2 në Bez. Super Ligë më vëzhllëze. E kanë qenë edhe nuk u dorëzu një herë. E tash një lojtari ton vetëm 2 herë me Melon tim bank, mos më dhon mundësi, thotë si bezojm Roberti trajner, thotë ma ka humb karrierën Roberti. Pse e dorëzuti te Roberti, se trajnerat kanë preferenca të veta, nuk më pëlqej vëlla, nuk më pëlqen një tipi lojtarit, vazhdo, ushtra puno ti me hec. Edhe ai, edhe Amir Ramani, edhe Ardian Ismaili janë mënyra më e mirë, shembulli më i mirë që gjysh duhet me arrit me punë. Përveç punës më në futboll është problem, normal talenti është gjithçka, ajo nuk diskutohet, mirë po nëse ti ke talent, edhe punon, ki me ec 2 herë më shumë. Nëse ki talent punon s'ki me ec, ama nëse s'ki talent, edhe punon, çajo me punë ki me ec. Kjo bën. Sigurisht. A talenti pa punë nuk bën, a din. Për çdo ka talenti është në vendin e tretë vëlla, veç puna edhe ona psikologjike si tipi i Vedatit që është. Domethënë Vedati përveç që është një futbollist i jashtëzakonshëm në fushë edhe jashtë fushës është i jashtëzakonshëm. Për shoqëni sidomos. Për shoqëni, për çdo sen që kanë nevojë diçka për Vedatin, për i përkrah tifoz. E di unë në bisedë me tifoz Arpagjik që janë prezant, ju kanë mua edhe aty në organizim, e kum thirr në video për me na bë fushat për barazh kur kena bë, më na dhon një fjalim motivuese, na ka dhon ai Anel Rashkaj. Na kanë dhënë atë pa problem gjys natë vetëm nëse on lut edhe nuk mund të përgjigjesh normal, ata i kanë edhe ata ato obligimet e veta, mirë po momentin e parë që është i gatshëm me shet telefonin edhe ka mundësi me të përgjigj, Vedatin e ki të gatshëm për çdo sen. Edhe unë mendoj që pika kryesore e Kosovës është Vedati. Edhe e di që e një edhe si karakter, besoj që edhe në atmosferë dhe në çdo sen. Në atmosferë është njëri kryesor domethënë. Njëri kryesor. Tu ja njoft karakterin e di, jo pse unë jam kon aty i kum po. Nuk ka futbollist në kombëtare që mund të më fol diçka keq për Vedatin, krejt e dojnë domethënë. S'mund të sa shumë mirë thjesht. Ajo është thjeshtësia të bën të madh. Thjeshtësia bën të madh. Dhe Vedati e ka një përçatinve edhe besoj që Robert tash e pak vjet, domethënë pas pensionimit e ke filluar zëjen e trajnerit. A ma let në fushë, a jashtë fushë? Përbes jashtë. Ma let jashtë, a? Ja, jo, jashtë fushë mazër. Jo, në fushë shumë ma let. Fushë hen me nën për vete, e jep maksimumin edhe dal të shkon flet gjumë. Tu për 11 vjet, a? Kto të vjen lojtari ditën e lojës, atë trajner s'kon flet mirë ton natën s'po më lut. Po. Mu ndodhi te 21 vjet. Luajshim edhe një lojtar ta trajner ndrim. Thash pse tha po më dham çto. Po thash luaj edhe pak se çysh po dëm çto, a den pak, ata trajner s'u pe kthej qafën. E llogariça te vetvetja, është me hin tru aty me bosi vetvete, nuk po moja, den që kjo është mazar krye jashtë. Dhe un kum lut me hun thyme, e me krat thym, ku morr infuzion, ku min loj se s'po du në herë me fol çto se thonë veç ky pas ka lut futboll. Nuk ka çfarë, po secili e ka dhënë ato të vetën çka ka mujt, edhe luaj edhe pak, jo trajner ndrim. Lypi mund tru. Tash ma let dërzohen, Dërzohen shumë ma let edhe shumë ma vështirë për ty. Si trajner, unë tash kom nis me kuptu edhe trajnerat që unë në herë s'kom pas marrëdhënie të mira me ta. Unë s'ja fali vetë në gabim kur te liria që u pata bën nervoz me bledi shkëmbin e lash stërvitin edhe dola. 5 lojë të fundit nuk shkova. Veç për një lojë që s'm shtini u bëna nervoz. Ai shkon të më nuk ketë tërsan, unë u bëna nervoz dola e lash, po janë gabime që unë i kum super aty në seneve. Edhe tash silo me gabu lojtarët e tjerë. Ajo sharu me bledi shkëmbin. Jo, si na sharu asnjëherë, jo. Asnjëherë. Do të thonë ko vesh keq kuptim, a? Po, kështu u kon keq kuptim, u kon momenti jemi që unë zakonisht më kon shumë bona shumë nervoz shpejt, apo din, edhe i marr vendimet shumë shpejt, pa i ditë pasojë çka më gjojnë për mbrapa. A më i kthyshëm? Po, i kthyshëm. Shkova në çadavan me pikofe i rash peshman. Po, mon nuk u ktheva për mbrapa se tash gabimi është i jami, edhe tu ja ditë mentalitetin që na ka kallëzuar në fillim bledi që çto rregulla janë, çto nuk bën, edhe nuk insistova më, edhe mos ne kur shkoj ajo ne u ktheva prap tani. Nuk ja kom fol vetit se s'bën më gut. Po e mora një vendim shpejt u bëna nervoz, unë isha lojtari kryesor, ai kish dashur me lënë mua veç me pushu një lojë sekreti lege ka 2 lojë, s'desha me pranu se unë demek lojtari i mirë atë do të ketë me lutë. E çështu tash njët te si trajner shumë problem. Se ti mendon për 20 lojtar, a ka me lut ky, a ka me lut ai, a vjen nesër ky, tenistë u kanë pak më vështirë se gjenerata e re, gjenerata të dëshprume që për 19 muajve tenistë nuk kanë mujt me mbritë ekipi i parë, duhet më dhon vullnet, edhe u desh më morr me krejt. Çat ty e kom pa që ku ka shumë punë e zash me kjo.
Po. Plus stërvitja kur shkon ti dush me shku një orë më herët me bo planin gati, apo të stërvitja mirë, apo të vinë lojtar që i ki prit, ti kreta s'po vinë, thirr dikur telefon trener, s'po muj marr sot se më ka ndodhur diçka din, ti suni thu jo do të marr se kam bo planin gati, do të më arsyetu edhe ai veten edhe ti me ndru shumë mazar puna e trajnerit. Besa unë këtë trajnerat çka i kum pas me ka një unë edhe pse kum pas shumë pak marrëdhënie të këqija me trajnerin, s'kum pas me trajnera kur problem. Po. Ju kërkoj falje nëse ndajherë i kum qitë për sistemit, mirë po nuk kanë pas faj se ku ka punë e ronë punë e trajnerit. Dobe, si trajner, si lojtar ki lujt për besën, vllaznimin edhe lirin, si trajner, sot i ki shembull 3 oferta prej 3 klubeve. Cëllën e pranën. 3 atë i kisha pranuar. 3 ata, një orë atje, një orë atje. Ka një orë para ditë atje, mas ditë atje i kisha bo. Sigurisht që është ndër për ty se cilën prej tyre me drejtunin ditë. Qëtë kohë qyshina qëtash, edhe trendi që shubo me trajnera, unë e kesh në Drnic një 8 gjiro, edhe na e kanë pas një humbje. Adin, edhe posh, ajo kond, edhe posh që puna e trajnerit është shumë e vështirë. Kanë thonë trajneri rrin me valizhen dorë. Ama rrin me valizhen dorë kur ti hub një 2-3 lojë. Po, jo pa humbje. Edhe tash e kum qit vetet një ç'më thon një rregull. Po. Ku të shkoj si trajner, ku më nënshkru vet kontratë. Nëse i bëj 3 humbje të një pasnjeshme, unë vetë e lo futbollin me 3 humbje. Po. E lo vet, nuk keni nevojë me ndoj. Nëse ju e arsyetoni tani që nuk është faji jam që i kena hub 3 lojë, unë mos e pranoni dorëheqjen. Po unë e dho vet, s'keni nevojë. Mirë po kom me cek që edhe pa humbje, edhe para rezultate negative, kur i kom pozitive, nuk keni me mujt me mjek. Po, ose edhe më hek kom vendos më shumë mu koncentru te ekipi i qytetit tam, ku i njoh më shumë mentalitetin, edhe kom vendos që me punu më shumë me lojtar të ri. Atë shumë me lojtar të ri. Sidomos tash e kom 13-15 te Liria, du me punu me ta, edhe mi kallëzu që gabimet që i kum bojnë, mës mi boj ju, edhe dishka shka s'kom pas qef mu me ma bo treneri, mës mi au bojnë atinve. Sigurisht. Edhe mi mësu me ec ata për para se puna e trenerit në ekipet para tash u bo shumë e vështirë, po t'jeken me nërani. Nëse unë vazhdoj me pranu një ofertë, unë mas parti ku me shërtu ofertën e vendit tam, për shembull. Nëse më jepet mundësia, dhe pse unë jam shumë trajner i ri, vetëm tash e kam marr bëjen, vitin e kaluam, vjen me marr ajën, me bë pron, mu shkollu, me mësu gjëra të reja, edhe tani me vazhdu mirë, po ku më koncentru më shumë veç te ekipa e vendit tam, normal që kur të meson e pa punën, do të më shku me punu dikush se nuk t'jep kërkush buk me hongër pa punu, po më shumë do më koncentru te ekipa e lirisë dhe te lojtarët e ri. Robert, të folëm pak edhe masi veshje ende brenda futbollit edhe normal shumë edhe çdo javë të bëj analiza rreth futbollit të Kosovës. Na fol pak për Superligën. Domethënë konë shef favorit. Nëse tash faktikisht drita po shihet si favorit i qartë për mu bë kampion. Konë shef këtu 3 vende të tjera në Evropë edhe konë shef më të rrezikume për me ra prej ligës, edhe nikosisht gara në ligën e parë është shumë e fortë në 2 grupet. Cila do këtë ma favorite mi u bashku Superligës? Unë e kom dhënë një parashikim për juve këto në fillim të kampionatit, edhe kom cek që t'i ofër jam dikun, po besoj që edhe pse ka ndodhur shumë befasi, ka ndodhur shumë, nuk e kom prit Prishtina për shembull që mund me rreziku, edhe pse është në pjesën e lagshme, po është shumë më afër. Çfarë pikë, 2-3 pikë. Për dritën nuk ka pas diskutim që bëhet si vet kampion, se në Ballkani ka bërë revolucion shumë lojtarëve, ka ndryshuar shumë lojtarë, nuk ka mujt me majt. Edhe i kanë normal tik 11 lojtarë për 2 vjet është shumë e vështirë. Ballkani drita nuk diskutohet, shkojnë në Evropë edhe Malisheva. Pas kam shku në Evropë, e kom llogarit Prishtina që shkon, edhe e kom llogarit Dukagjinin me marr kupën ose me shku prej vendit 4. Dukagjinin për arsye se Ismeti shkoi trajner, e kom njoft si motivator të madh. Për ata që se din, Ismeti kur ka filluar për herë të parë trajner, unë e kom pas trajner në vllaznim. Ismetin kur ja ka nis, edhe e di se çfarë motivatori është, edhe ku majt plus ka lojtar shumë mirë i ka marr. Besoni Dukagjini ka marr shumë lojtar të mirë, e kom llogarit që mund me marr kupën. Sa është më e lehtë me shku, e kom llogarit ata me shku në Evropë, po ka ndryshuar sana tash. Tash e shon rrezik shumë. Ferezoj kom thonë që bjen për ligës dhe nuk e ndryshoj menimin, edhe pse kom pas shumë probleme me kryetarin e Ferizajit që jo pse ki thonë me ki hub mu donatorët, po ne nuk jam që vendose që bjen Ferizaj për ligës, me ja veç një parashikim, ku menu që ashtu tu e llogarit që Dukagjini veç është pjesë e Superligës.
ekipe që po hin për ligës parë në Superligë pe kanë shumë vështirë me mbijetu. I ndodhi Ferizajt, na ndodhi Liris, neve vetë na ndodhi. Unë jam nis për i vetit kur kum thon për Ferizajin, edhe pse unë të lut super tash, janë të bolën na shumë të mira, sidomos si vendas. Po prap janë të rrezikuar, për shkak prap janë të rrezikuar. Suare kanë një revenum befasi shumë të madhe, po dul befasi thujse për të keq, po rrezikon edhe ajo barazh. Me ton ato investime edhe ato i kom po të rrezikuar. Prishtina nuk e kom po të rrezikuar se kanë lojtarë shumë kvalitativ, është një ekip shumë i organizuar edhe nuk më me paramenu Prishtinën më rrallë. Doli me kon pak. Gabun trener, po apet në bazë të informatave që unë i kom pas, ata kanë pas objektiv Evropën. Në garë për Evropë jënë konë, në vendin e 4 jënë konë, edhe pse qalun masane me disa rezultate, ai trajnerat e huaj në utvesin të tonë jam në garë të sunë ek. Po, halo brenda objektive. Problemi që ta marrë të trajnerat të na, më kon trajnerat tonë të heken për 2 xhiro për 3, pa të sunë heken sa ta çet letën, atë thotë çështë unë jam brenda objektivave dhe nuk kisha më bë. Po. Edhe ata i kom pa çështë. Tash e shoh llapin pak të rrezikum. Po. Sa është me 30 pikë është shumë rrezik, edhe normal prapë e shoh Ferizajin e shoh të rrezikum, Suarekën e shoh të rrezikum për me ro. Për ligë u bashku Se kush mbet në barazh, e ka edhe një farë shpresë që mundet me mbijetu, edhe pse na me Lirin ja kena vërtetuar që nuk është shumë e lehtë barazhi as për asnjë në ekip Superligës. Edhe pse motivimi më i madh se ta janë dëshpëruar pak si kanë. Na mesëm çati ku jena, për shembull Liga parë. Na mesëm çati ku jena, ata bin shumë, bin një ligë më poshtë, është shok kur bën për ligës. A den, a mund ngjitesh është fest. S'ngjitesh me çati ku je, prap është e njëjtë. Po çto i shumë atë rrezikume. A për me ngjit në Superligë në 2 grupe tani besoj që Prishtina Re dhe Vushtrria janë të ushty, nuk ka ne konkurrencë tjetër, në krahasim me këtë grupin tjetër që është u bë në të dy anë të luftë, edhe për mbijetesë edhe për asaj është Sash keni mundësi shumë e mirë Liria nëse e kish fitu Drenicën mund gjit. Edhe keni ndeshje jashtëzakonshme. Ta mund derbi domethënë. Veç Bora e prishi pak. Ja nisi me dill, përfundoi me Borë. Përfundoi me Borë, u kon po lufta është e hapur apet ndërmjet Lirisë, Trepsës, të Tanon, Drenicës për mund gjit në Superligë dhe vllazënimi është çati ofër. Këto za Trepsën e vjetën nuk e shoh që mundet me pas fuqi besa edhe vllazënimi po çalon boni gabime pa edhe vllazënimi i boni gabime me 2 ekipe të vogla. Po problemi është që ato ekipe që janë poçën të luftu shumë për veten se Leci vetëm Raovecën e Kfilli e boni ngar me një ligë, Rilindja është aty afër në luftë, nuk guxon me gabu, Istokës guxon me gabu. Besa çashtu. Besa njëjtë, edhe tash çdo sene është në fush. Kemi dhënë maksimumin, nuk ka pardon për kur gjamo. Edhe unë mendoj që Liria Trepsha të tonë dhe Drenica janë në garë ende për atë vendin e parë. Edhe për vendin e parë, po edhe për dytën, se edhe për dytën është gara e fortë. Do të më im barazh, barazhin e Ligës Sport tani edhe të Superligës. Tani të Superligës, edhe pse është shumë e vështirë. Po çdo njëna që e kalon barazhin e Ligës Sport, ajo e Superligës ka më pas shumë vështirë. Besoj më pas shumë vërtet edhe për fund edhe një parashikim për Champions League-ën. Kush e fiton Champions League-ën dhe pse pikërisht Interi? Interi e veton se është ekipi më i mirë në botë. Për çfarë e veton, nuk ka kush në anal. Ne ja shkuam ekipatën finale me City-n, jo që shkut, jo kështu, jo pa hir, që prapë na do dash me shku. Po. Po harroni ekipën më të fortë në botë keni Barcelona apo? Nëse s'janë shku halas, ajo kon më të fortë në botë edhe në kohën e Mesit. Po. Ai kena mujt. Pa i mujt fort, se bosh kampion. Realisht Interi është ekipa që mas shumë mund të më shkaktuar probleme Barcelonës. Qëro, unë e di që është e vështirë se Barcelona e ka një ekip shumë të fortë, inshallah njëherë kalojnë Bayernin. Parisi gjithashtu, Arsenali, po janë favorit se janë edhe ndeshjet e dyta, po. Unë mendoj që ekipa më e mirë që pelun sistemin 3-5-2 për momentin në Evropë është Interi me Inzaghin. Edhe Conte u kanë kaluar 3-5-2, por nuk e ka bënë lojë që shpe bën Inzaghi. Ajo kon ma pragmatik, ky lun ma shumë e tupin. Ky ta qet Dumfriezin edhe Di Marco çdo lojë vetëm me gol, ka 3-4 herë në lojë dolin vetëm me gol. Është unë shumë hija ja studioj lojën, e shoh ato taktika që aqesën, ato shkajnë për më pa. Se çish i bën lëvizje çish pa shkollë. Ajo s'dan me 3 lëvizje me dhon golla, e kanë perfeksionuar lojën, por ato besoj që mund të bëj diçka, normal është e vështirë edhe po unë jam tifoz i Interit edhe më thon gjysmë natës kush bëhet kampion, unë them Interi, edhe nëse s'bëhet nuk ka kush më. Edhe unë shoh normal. Interi Interista jena. Amo nëse s'bëhet Interi, po besoj që apet ka ekipa e kësaj anës. Lavda thot, mos fitojnë trofe këta se s'durohen.
të mirë, në apet më të mirë jem se Juventus e Milan ata. Ja, Juventusin ta kush i llogarita Juventusin në fund tabelës se mbjellnon ata kolegët mi që i kom te televizioni. Se i nguci kanë erë. Po Juventusi animo Milan më këta i kena koshi do të më avon ai pikë se kanë me të poshtë. Ata me krejt hupin veç me Juve se vjet po luajnë mirë. Po Ja, marrin. sa shimujna me në gjysmë finale se ku ke pati prej vendit 8 morën me luajt Superkupën. E morën Superkupën, morën krye ata. Adin Milani demek po ka dalë prej vendit 8 e bën ata për përfitime të veta, luajtën Superkupë. Tash që ku janë tabelë në fund. Nuk po tutna po bimë ligës, nuk ka derbi më na u interesi tani. Zor me mujt interin tani. Po lodhen. Ma ka falenderojnë Robertin. Robert, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi edhe pse me zgjat podcasti edhe 3 orë kem çka me fol për futboll se Më duket që 5 minuta që janë vallai. si 5 minutë. Sa ashtu po na duket. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë që gjete ku me na nderu me ardhjen tonë. Faleminderit shumë edhe për juve. Çdo herë ju më keni përkrah prej fillimit të karrierës deri tash, edhe tash mas karrierës unë jam kom me bash për vete. Sa herë do që ka nevojë për me kallzu për eksperjenca, për çdo sen që është e mirë për futbollin e Kosovës, na për çet punën nuk kena për asnjë tjetër. Kështu që ju falenderoj shumë edhe ishte kënaqësi, po më duket tash edhe një si më kon 5 minuta që i kena kaluar. Shumë faleminderit. Shikues të nderuar, pa harruar ti falenderojmë edhe një herë sponsorët tanë të cilët janë Golden Eagle, Patos dhe KGM Sanjon Kosova. Ju faleminderit, shihemi në javën e ardhshme. Mirupafshim.